ka prej atyne prindve të cilët kur gjenden përballë problemeve të fëmijëve të tyre, përballë veseve e çthurjeve, përballë problematikave të mëdha, irritohen, mallkojnë, namin, trujnë, shkojnë në përfallxor, në përdistar, përpiqen andaj e kthej për me gjetë shërim për fëmijët e tyre. Është e pamujtur. Nuk ta jep kërkush shërimin edhe lirimin e fëmijës tanë përveç se Krishtit. Duhet me rënë gjoj përballë tij. Duhet me shku përballë tij. Në Ungjillin e sotëm thuhet kështu: një njeri rënë gjoj para Krishtit, ju lut edhe i tha: ki mëshirë për djalin tem, ki mëshirë për fëmin tem. Ki mëshirë, do me thanë, vetëm ti e kupton gjendjen cilën është, liroje, se ti mundesh me e bë këtë gjë. Duhet me u drejtu te Krishti. Duhet me shku tek ai për çdo problem të fëmijëve. Ju lutem prind, mos shkoni askund tjetër përveç se te Krishti. Kërkoni lutje, mesht e shejta, lutje të fuqishme, ndërmjetësime të fuqishme, sepse vetëm kështu keni mi pa fëmijët e bijt tuaj të lirë. Pa Krishtin, vetëm shkatrimi ka me pas fjalën e fundit. Keni kujdes, mos e zëvendësoni Zotin me marrina boshe. Mos ja xani vendin atij me gjana njerëzore, zgjidhje njerëzore. Zgjidhjet njerëzore janë sot për sot, ndërsa lirimi i Krishtit është i përjetshëm, është i lavdishëm, është lirim që jep lumtuni. Kjo se doni me i pa fëmijët tuaj të lumtun, shkoni te Krishti, çoni tek ai.